euroasiatike që është Turqia, atëherë mund të thuhet se presidenti Trump nuk mori ato çfarë u pret nga Kina. Mund të thuhet po ashtu se Kina nuk e dëshiron shembjen e Iranit, sepse e shef një nyje strategjike energjetike për veti, pastaj e ka edhe një korridor toksor po ta vrejë në sistemin e hartave atje për ndërtimin e këtij projektit Belt and Road, apo që është një model i ri i asaj rrugës së mëndafsh të dikurshme. Pastaj është një ndër barrierat kryesore për ndikimin amerikan në Eurazi dhe kuptohet se është një furnizuesi më kritik, më kryesor energjetik dhe ekonomi për ekonominë kineze. Mendoj se tani Kina vlefsimin e Iranit dhe rënien në kontroll të perëndimit, kryesisht tani të shëbave, shef si një humbet një shtyllë të rëndësishme të strategjisë së saj globale që e ka. Pra, summa summarum mund të thuhet se nuk pati një breakthrough real për Iranin, domethënë nga Kina. Dhe tani çfarë ka këtu? Nëse shohim nga prizmi strategjik, atëherë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë përpjekje për një menaxhim të kësaj krize, e cili do për shkak se SBA tani është e përfshirë në disa fronte, konfliktin e Iranit me Ukrainën që ka atje të Rusisë, tensionet me Iranin, ku mendoj se me tensionet që ka në Taiwan, ku mendoj se do ta përdorë si një strategjike për gozhdimin e Kinës dhe ekonomisë kineze të merren me vetveten, të hajnë vetveten, ashtu siç po i ndodh Rusisë në Ukrainë. Pastaj lufta ekonomike me Kinën, e cila ka pretendime të pushtojë tregjet, fatkeqësisht po bën përmes shumë vendeve të Evropës të duhet ta vëtheksin edhe përmes Shqipërisë tonë. Kosova, domethënë krejt të ardhjën e madrave kineze dhe ekonomisë kineze në Kosovë ka përmes Shqipërisë, kjo nuk është në rregull. Kriza energjetike globale është një ndër ashtu aspektet që menaxhon njëkohësisht apo që është front i hapur për shumë fronte për SBA dhe destabilizimin e lindjen e mesme që po është më të gozhduar, apo siç pretendon Rusia ta mbajë të orientuar në temat e lindjes mesme derisa ajo përmbush objektivat e saj strategjike në krahun tjetër me Ukrainën, Ballkanin e tjerë. Pra kjo shtyn Washingtoni më shumë kërkon një menaxhim të kontrolluar të krizave, jo domosdoshmërisht me pas atje përplasje totale. Dhe Kina këtë ka kuptuar, përpiqet të profitojë këtë temë dhe po mundohet të bëjë një lojë të sofistikuar, duke munduar të paraqitet si faktor stabiliteti ta marrë atë rol. Ne siç po bën se kjo shkollë ne siç po bën Irani në kurzimet që janë vënë nga SBA, ku po kërkon të ketë një rol të jetë faktor për rajonin, njëkohësisht mos të ndërmarrë veprime apo dhe detyrohet marrëveshje për shkak të presionit, por të jetë të një lloj partneriteti. Ndërsa Kina praktikisht po arrin të forcojë më tutje atë boshtin siç e quajnë ta anti-hegemonik, domethënë nga unipolar në multipolar mes Rusisë, Iranit dhe lufta që bëhet për këtë farë bote multipolare, siç e shohim ta. Këtë kam po ashtu edhe kam ndërlidhur po ashtu edhe me vizitën e Vladimir Putinit që zhvilloi në Pekin. Koha nuk është rastisht diplomatike, pra ishte një mesazh i qartë politik, se dhe ai duhet lexuar si Kina nuk mund të flasë me SBA-t, por me partnerin strategjik real vetet edhe me tutje Rusia për Kinën. Këtë u përpoq ndoshta ta përçonte të SBA. Tani SBA do të shohin një strategji globale më sofistikuar dhe jo rastësisht të futen edhe aktorë të tjerë në skenë, siç është edhe kontakti me Turqinë. Pra, takimi Putin dhe Xi Jinping, si kishte ai presidenti. Reafirmuan edhe një herë këtë partneritet strategjik dhe bashkëpunimin që kanë qoftë në fushën energjetike, teknologjisë, apo edhe për koordinimin për këtë rand që pretendojnë edhe më tutje. Pra, ishte një lloj kundërpërgjigje strategjike ndaj vizitës së Trump, edhe Kina tani po mundohet të ruajë ekuilibrin, të mos hyjë asnjë në konflikt hapur me SBA-n, sepse megjithatë friguohet një takim i Alaskës mes SBA-ve dhe Rusisë, që të dyja ka lexuar tashmë nuk e duan Kinën një faktor të fuqishëm as ekonomik dhe as me dominim as në territorin e Evropës, as SBA-ve, e ku impakti ndaj ekonomisë ruse është i pashmangshëm, as më tepër tani kur është hyrë në një ekonomi lufte që po rënon, po e han vetveten Rusia çdo ditë më shumë.
Dhe unë mendoj se këto konflikte nuk është qëllimi të përmbyllën, këto konflikte është qëllimi të menaxhohen si kriza dhe të vazhdohen sa më gjatë që mundën, sepse fundja të gjitha këto do të shënojnë fundin strategjik, ekonomik dhe politik edhe të Rusisë, edhe të Kinës, edhe të Iranit, si interesat e të cilat thyen në konfliktet edhe në Ukrainë edhe në lidhjen e mesme. Nikosisht gjithmonë është tendenca për ta izoluar sa më shumë Rusinë dhe Iranin dhe këta kanë lexuar. Prandaj kjo është edhe arsye pse ndoshta Pekini nuk e pranoi që ta sakrifikonte Iranin me një marrëveshje të mundshme me presidentin Trump. Rusia i ka interesat e veta në lindjen e mesme dhe nuk shefte strategjike që lindja e mesme të bjerë pikërisht në kontrollin amerikan. Irani është një partner deri më tash edhe ushtarak dhe gjeopolitik, është një lloj proxy e Rusisë, po ashtu destabilizimi i këtij rajoni, pra lindjes së mesme, mbajtja në gjendje lufte, tensioni, rrit çmimet e energjisë, që kjo i shërben pastaj ekonomisë ruse për shkak të fuqive eksportuese që ka të gazit të energjisë. Po ashtu, interesi strategjik rus është vazhdimi i këtij konflikti në lidhjen mesme për ta shpërqendruar për perëndimin nga Ukraina dhe lufta që zhvillon Rusia atje. Tjetër, SBA tani synon kuptohet në gjeostrategjinë e saj është parë dhe është lexuar deri më tash, një siguri të madhe për Izraelin, kontrollim të këtyre korridorëve energjetike që janë aset strategjik për të vendosur paqen përmes deterencës dhe presionit ekonomik e politik, pastaj një neutralizimin e programit bërthamor të cilin Irani e ka zhvilluar si synim në mënyrë të vazhdueshme dhe kuptohet për pengimin e konsolidimit të borxhit euroaziatik i cili ka synimet e veta pikërisht të luftës ndaj unipolariteti që udhëheq SBA-ja. Zoti Berisha, nga ana tjetër, përveç interesave strategjike pra që kanë vendet mes njëra tjetrës, sa i përket takimit që ndodhi në Pekin mes Trump edhe Xi, mendoni se Kina tashmë mund të jetë vendi i cili do ta frenojë konfliktin që po ndodh mes shubas Izraelit dhe Iranit? Jo, shqipe. Na duhet me shqipe, SBA tani ka një pozicion, duhet marrë një pozicion tjetër, sepse u pa se Kina nuk e mbështeti këtë ide, domethënë për një pengim qoftë karakterit ekonomik, se kjo është ajo që mban Iranin të fuqishëm, mbështetja që i vjen drejt për drejt, për shkak të interesave po ashtu ekonomike të Pekinit në Hormuz, pastaj në kanalin e Malakas, i cili nuk përmendet shumë, por ai ka një përqindje më të madhe të çarkullimit të energjisë dhe çarkullimeve të tjera ekonomike. Pra, tani SBA-ja duhet të u kthehet alatëve perëndimor dhe duhet është një si tam kjo konflikti nuk është më vetëm me Iranin, por është edhe me tërë borxhit që përmendëm Kinë, Rusi dhe Irani që përmbajnë atë BRICS-in. Ky nuk është një blok klasik siç është ai NATO-s, pra që ka mision mbrojtës. Kjo është një aleancë interesi. Pra, Kina ka nevojë për energjinë, Rusia ka nevojë për treg, për mbështetje teknologjike sepse nuk e ka të avancuar dhe Kina është aleati kryesor. Pastaj Irani ka nevojë për një mbështetje strategjike sepse është në një pozicion të proxit që luan rol në tërë botën atje lindjes së mesme, në botën arabe, kështu që kanë kriza e Hormuzit, i ka dhe tensione që po marrin atje në Iran, kanë tronditur edhe tregës energjetike, por edhe zinxhir global të furnizimit. Pra Kina është importuesi më i madh i energjisë nga rajoni. Prandaj edhe Pekini nuk mund të lejojë që luftën atje të ketë një luftë pa kontrolluar. Nuk është as në interesin e saj strategjik. Mirë po me gjithate po mundohet të luajë rolin e një sistem faktori stabilizues, një rol shumë sofistikuar që po prishet e që ja dha shansin e fundit po duket presidenti Trump, e tani do të përballet me një strategji të re e cila mos harrojmë se Tajvani dhe fuqizimi i Tajvanit në aspektin ushtarak dhe teknologjik mund ta mbajë Kinën të lidhur për vetveten apo në ta sjellë në një pozicion njëjtë siç është sot Rusia me Ukrainën. Pra, ajo që ishte rëndësishme dhe që synoi presidenti Trump ishte bashkëpunimi minimal me Kinën për me mujt pastaj me menaxhu plotësisht edhe krizën e Iranit. Mirë po, po më duket se edhe në anën e presidentit kinez, por edhe aty rus, është se ky luftë shumë frontshë e SBA-ve është një tendencë për një zgjatje sa më të madhe të konsumimit strategjik të SBA-ve në disa fronte njëkohësisht, edhe për pastaj për të arritur hapësirën globale për Kinën. Tashti
Kjo ndoshta ishte edhe arsyeja pse bisedimet e prodhuan pak a shumë një farë ulje të përkohshme kështu tensionesh, pastaj filloi të duk sikur ka një koordinim minimal për stabilitetin energjetik, të cilin e përfiton Kina duke munduar ta luajë këtë rol sofistikuar, mirë po nuk mund të ketë një marrëveshje strategjike afatgjate, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e ndalin luftën në mes, nuk e alternojnë në mes të fushë betejës, por ato kanë një strategji afatgjate të ndërtuar tashmë për vendosin e paqes globale dhe për ta thyer këtë bosh që pretendon thyen e unipolaritetit në multipolaritet, ku ky multipolaritet do të ishte konfliktuoz, nuk është multipolaritet që garanton paqe. Prandaj mendoj se ato çfarë mund pritet më tutje janë vazhdimi i kësaj lufte hibride, jo domosdoshmërisht drejt për drejt botërore, sepse ka vatra të kontrolluara të betejës, por mund të jetë lufte kombinuar me sanksione, me lufte ekonomike që kryesisht zhvillohet, pastaj lufte teknologjike që po pretendojnë gjitha vendet synuese, përplasje për këto korridore energjetike dhe pastaj këto konflikte rajonale të kontrolluar ku fatkeqësisht këtë botën e madhe politike edhe në përplasje çfarë do në Kosovë apo në çështjet politike të Kosovës do ta krijonte një shkëndijë dhe një zhurmim ndërkombëtar që në çdo sido që ta marrim, në çfarëdo konteksti është interes rus. Pra, forcimi i këtij varboshtit të kinezo-rus e ka sidomos në fushën e energjisë, inteligjencës artificiale që është thyer tash në mekanizëm për bërë luftën propagandistike që është vetije pikërisht e regjimeve totalitare. Pastaj tendencat për pagesën e jashtë dollarit, për devalvim dollarit, apo hyrjen e petrol dollarit, e tjetër koordinimi diplomatik që po ndodh në vendet që ushqejnë këtë frymë, unë mendoj se janë edhe synimet për ta forcuar boshtin ruso-kinez, që nuk është në shërbim të interesave as të paqes botërore, as të një stabiliteti ekonomik botëror, e në këtë kontekst as të botës shqiptare përgjithësi. Irani dhe matutje do të mbetet batër kyçe për plasjeve globale, dhe është ajo sepse është ajo nyja lidhëse mes lindjes mesme, Azisë qendrore, Rusisë, Kinës dhe korridoreve detare globale. Kështu që përpjekjet e SBA-s besoj se duhet të jenë edhe më tutje për ndarjen e Kinës nga Irani dhe Rusia, dhe ky do të ka qenë vizitëri asaj vizite që pati presidenti Trump. Pra ajo çfarë po shohim, çfarë po ndodh, është një tranzicion historik nga një rend unipolar amerikan i paqes dhe stabilitetit drejt një rendi multipolar dhe konfliktual që synojnë boshti euroaziatik. Dhe lindja mesme është ajo fusha kryesore ku ky tranzicion po testohet në një formë shumë të ashpër. Zoti Berisha, nga ana tjetër diskutimet për skenaret që variojnë pra nga bllokimi detar deri te pushtimi i drejt për drejt tregojnë këtu se opsionet ushtarake nuk janë më tashmë hipotetike, por pjesë e planeve konkrete nga ana e SBA-s. Pra në këtë rast, sa afër jemi pra realisht një operacioni ushtarak të hapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Iranit, pavarësisht se ishte planifikuar një sulm, por nga deklaratat e fundit të presidentit Trump është informuar se disa vende të gjirit e kërkuan që ta shtynin këtë sulm ndaj Iranit. Ne kemi biseduar edhe më herët, kanë qenë 3 hapa të pritur, ka qenë para deterenca përmes presionit ekonomik dhe politik, të cilin në deklaratat e tij përfaqësuesi i Iranit e pati theksuar se ne jemi dakord të arrijmë një marrëveshje, por jo nga presioni, pra të trajtohen si fakturë në rejon, dhe me qenë se kjo nuk u arrit ndërkohë, u vendos një paqe jo stabile, atëherë kemi pas hapin e dytë, që ka qenë një përshkallëzim i kontrolluar. Pra, SBA-t kanë përdorur goditje të objektivave kyçe me një precizitet kirurgjikal për t'i treguar dominancën dhe koncentrimin i trupave supremacisë ushtarake amerikane, qoftë në det, qoftë në ajër, qoftë në tokë. Pra, një angazhim i plot i C4ICR tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme edhe për opsionin e një konflikti të kontrolluar, për shkallëzimit të kontrolluar të konfliktit, por jo për të shkuar në atë të quajë një luftë gjithëpërfshirëse globale, sepse ajo nuk është interesin pastaj
jo vetëm amerikan, por nuk është interesin as të botës dhe zhvillimit ekonomik saj, po është interesin as edhe atyre aktorëve kryesorë që po përballen për ju thyrë interesat në luftën e lindjes mesme, e që janë Kina, India dhe Rusia. Që të trija këto kanë synimet e tyre në raport me konfliktin e lindjen e mesme, dhe ju e dini se në radhën e parë kur u godit centrali bërthamor, vrapuan Kina për siguruar për të ruajtur kanalet e saj të furnizimit me energji. India u dorëzua dhe deshi të jetë pjesë e deterrencës dhe vendosjes paqes për shkaqet ekonomike të veta në raport me këtë zonë, dhe Rusia që ka këtu interesat e veta gjeostrategjike. Ne kemi folur për dy boshtet në cilat pretendon të izoloj në atë gjeostrategjin ruse dhe të boshtit euroaziatik të izolimit të Amerikës, pra njëra ka qenë lindja mesme dhe Indo-Pasori, dhe pjesa tjetër mbetet Ballkani dhe izolimi i ishullit të diamantëve dhe dalja në Atlantik dhe izolimin e të dy kohët i shërbave. Mirë po shifni se kjo gjeostrategji ruse është e identifikuar dhe tani po i prehen rrugët dhe kjo do të mbajtja, do të ndodhë mbajtja në një konflikt afatgjatë të Rusisë. Lufta në Ukrainë mund të përmbyllet me një marrëveshje shumë shpejt, mirë po kjo është lufta që natën e parë të sulmit kam pas një intervistë në një nga televizionet tuaj dhe kam pas një përkufizim tillë që po përsëris edhe tani pas sa vitesh luftë që po bën atë nga viti 22, se do të jetë varri i Rusisë. Ukraina do të jetë varri i Rusisë. Edhe lindja mesme dhe konflikti në Iran do të jetë varri edhe i Kinës, edhe Indisë dhe gjithë qytetarëve të BRICS-it që pretendojnë të mbajnë interesat e tyre gjeostrategjike në lindjen e mesme dhe Indo-Pasori. Zoti Berisha, nga ana tjetër, pavarësisht se Irani pati një propozim pra me 14 pika, kjo nuk u pranua nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka një tjetër plan që është paraqitur nga ana e Iranit dhe në këtë rast, nëse nuk do të pranohet sërish, çfarë mund ndodh me negociatat për Trump-Iran nëse do të kemi një dështim? Tani, asnjë marrëveshje që ofron Irani nuk përbën bazë të mjaftueshme dhe të sigurt për një stabilitet afatgjatë, ose një marrëveshje qëndrueshme. Pra, nuk është Irani ai që vën kushtet. Ne duhet ta kuptojmë një gjuhën e fushbetejës, gjuhën e luftës. Kushtet i vendos i forti. Supremacinë ushtarake, toksore, detare, ajrore sot në rajon e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Leni me një anë këto gjujtit e raketave, sistemet raketore që posedon Irani, që i ka donacione të vetë Rusisë, Kinës e tjera, po flasim për një superfuqi botërore që ka një supremaci plot në gjithë aspektet. Dhe tani kushtet dhe rregullat e lojës i përcakton i forti. Në këtë rast i forti është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bordi i paqes dhe vendet anëtare të këtij bordi, themeluesit të këtij bordi, duhet të jenë aktive në mbështetjen e shërbave për arritjen e kësaj marrëveshje, e cila do ta vendoste pastaj paqen globale, jo mbi kushtet e Iranit. Çfarë kemi thënë edhe po përsëris? Nuk mjafton vetëm presioni, qoftë i natyrës e deterrencës, pra ekonomike, politiku, ta dijon edhe ushtar, por duhet shoqërohet me një program ekonomik i cili pastaj do ta do ta rikuperon të situatën në Iran dhe në lindjen e mesme. Pra një program ekonomik që do të ofronte zhvillim, por edhe transformim dhe reforma brenda sistemit të sigurisë së Iranit. Pra, nga një gardë nacionale atje karakterit ideologjik, t'i kthejnë në forcat të rregullta ushtarake me kontroll civil demokratik, siç i kanë në këtë vendet e botës demokratike, dhe të kthejë dhe të instalohet demokracia dhe parimet e demokracisë dhe të lirohen qytetarët e Iranit nga tirania me cilin e udhëheqën deri më tani. Unë kur ka ndodhur vrasja e generalëve të parë, ajo është konfirmuar se këtu kemi të bëjmë me një bashkëpunim plot të inteligjencës iraniane me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse atje një popull i tërë përmbahet në totalitaritetin e këtij regjimi totalitar, i cili është më shumë i karakterit ideologjik se sa demokratik e politik. Pra, kjo reformë duhet të ndodhë pa reformim të sistemit të sigurisë. Nuk mund të ketë stabilitet politik, me si pasojë ka stabilitet ekonomik pastaj. Kjo duhet pastaj të shoqërohet me një plan Marshall apo një projekt ekonomik amerikan i cili do ta stabilizonte në aspektin ekonomik dhe nëse si ti nuk bëhet, është një natyrë, një frymë e njëjtë siç është ai projekti që ofroi për gazin. Nuk mund të lejohet një transformim
brenda parametrave që ofron, që imponon Irani, apo sikur Gaza që pretendon ato grupet terroriste. Jo, transformimi do të ndodhë mbi parimet demokratike që ofron pala që ka ndërhyrë për shpëtimin e asaj bote nga totalitarizmi dhe regjime totalitare që ka pas Irani. Ne këtu në Kosovë kemi pranuar në parlamentin tonë shumë herë peticione që vinë nga grupet e shoqërisë civile apo edhe deputetëve brenda parlamentit iranian dhe që kërkojnë mbështetje, solidarizim me luftën e tyre për liri dhe drejta ose për mos diskriminimin, kryesisht ka të bëjë me botën e femnore. Domethënë me gratë që aty është një tirani e vërtetë. Prandaj nuk mundet Irani me pretendu reform, transformim me planet që ai ofron, me konditat që ai ofron, por ato i determinon forcën aeriane. Forca aeriane është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët që duhet të ketë jo vetëm nga bordi i paqes, por në përgjithësi në botë. E qartë. Mirë, zoti Berisha, ndërkaq për të mbyllur, nëse nuk do të kemi sërish pra një marrëveshje ashtu si e tham, mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një plan B në vazhdim nëse do të kemi vazhdimsi të konfliktit? Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konsistente në gjeostrategjinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë projekte gjeostrategjike për tërë rajonin. Sepse siguria amerikane, ky është parimi bazë. Siguria e Amerikës mbrohet në çdo cep të botës. Natyra e krimeve, e kërcimeve, e veprimeve terroriste etj. Është karakteri transnacional dhe në çdo cep të botës mbrohet edhe siguria amerikane. Prandaj është Amerika prezente kudo në botë. Aty ku nuk është prezente Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty kemi tirani, diktaturë, autokraci, regjime totalitare, varfëri, skamje, dhunë, jo shkelje demokracisë. Merri me radhë vendet ku nuk ka prezencë amerikane dhe shife në çfarë mjerimi jetojnë popujt. Merri me radhë edhe shtetet që pretendojnë se janë demokratike dhe që shëbat i shohin përmes gështrimeve për arsye X dhe i lanë të zhvillohen pak lira, merre Kosovën tonë dhe kemi pa tendenca për një rikthim të asaj frymës neokomuniste, sepse është një sindrom, një fatkeqësi që kish godit botën dhe që është vështirë të asanohet në mendësinë edhe udhëheqjes dhe drejtimit me mbi parimet e demokracisë të këtyre popujve që kanë jetuar në regjim totalitar dhe komuniste. Edhe Shqipërinë ju 35 vite tranzicion. Kosovën tonë. Çfarë sakrificë është bërë liri? Shikoj çfarë pretendime ka me çfarë propagandë po mundohen ta mbajnë veten. Pra, aty ku s'ka prezencë amerikane, aty ka tirani, ka dhunë, ka varfëri, por nuk ka demokraci. Prandaj, kur thash parimin bazë të gjeostrategjisë amerikane, siguria amerikane garantohet në çdo cep të botës. Kështu që jo plan B, por një gjeostrategji e cila nuk mund të ndryshohet në aspektin e objektiva politike dhe strategjike të shërbave. Ndryshimet mund të ndodhen në aspekte teknologjike. Për shkak të avancimit të teknologjisë mund të ndryshojë forma e luftimit, ndryshojnë doktrinat e luftrave që mund të zhvillojë shërbala. Nëse në Kosovë në vitin 98-99 kishte avancuar doktrina nga ajo që ishte fillim vitit 90, se demonstrimi i forcës në afërsitë kufijit, që tani kanë bërë koncept lindor, u kthyen në doktrinë për ndërprerjen e rrugëve të furnizimit dhe lodhjen e armikut, që do të thotë është një formë më demokratike. Sot ajo është ndruar në një luftë teknologjike. Mos harroni, vetëm dy sisteme të thellë që i ka në Izrael, që janë të kostos dikon 4.2 miliardë dollarë, janë të gatshme të mbrojnë të gjitha pretendimet e Iranit dhe proksive të vetë në drejtim të Izraelit, ose edhe thjesht për të shndruar në një pengesë të indikimit amerikan në pjesën e Evropës së Azisë. Prandaj, unë nuk shoh që SBA do të kenë ndalje, apo ndonjë hezitim, apo ndonjë pengesë. Thjesht po alternojnë në mes zgjidhjeve që mund të jenë paqësore, pa dhunë, pa konflikte dhe pa humbje jetësh njerëzit, pa shkatrim të madh, pa detyrimin pastaj për ndërtuar plane miliardësh dollarësh për stabilizimin ekonomik të këtyre vendeve. Sepse është shumë më mirë që këto shtete ta kuptojnë, më shumë të qytetarët e tyre, popujt e tillë, se Amerika po tenton të instalojë demokracinë në këto vende, të kthejë zhvillimin demokratik, lirin njerëzor, dinjitetin njerëzor, që është edhe janë principet kryesore drejtës ndërkombëtare. Nuk është lufta për burimet ekonomike gjithçka. Vërtet se aty tani ka eskaluar me diçka tjetër, por këtu është më shumë një luftë për një rend të ri, të cilin po synojnë vendet e bllokut euroaziatik apo BRICS që ka qenë,
që udhëheshin nga Rusia dhe Kina dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota demokratike perëndimore që po duhen ta instalojnë demokracinë edhe në këto vende që kanë resurse të mjaftueshme për pas jetë mirë në demokraci dhe që jetojnë ende në tirani, në ignorancë totale. Se unë kam pas rastin të vizitoj ato territore dhe aty ta zam Pakistan me pa se si një popull, disi jeton një popull, si kur s'ka kolonialist. Feudet të mëdhenj aty, që kryesisht jetojnë mirë ushtarakët. I mbajnë ashtu popujt e izoluar, punojnë ato, si them ato kantonet e tyre të ekonomisë, të prodhimit. Dhe ata mendojnë se këtë bota skillet aty, nuk ka botë tjetër. Prandaj kjo është një gjendje mjerushe, eksperimentuese që bëhet me ata popuj e territorë që kanë shumë resurse, kështu që gjeostrategjia amerikane shkon përtej kësaj. Presidenti Trump është unë e kam thënë se do të mbetet ndër figurat kyçe për të gjithë popujve që duan demokraci. Nuk ishte fitore vetëm për Amerikën që shpëtoi identitetin dhe integritetin e popullit amerikan. Sepse çdo e treta shtëpi ishte shndërruar në shtëpi LGBT, ishte devijim nga raca njerëzore, ishte një çoroditje që kishin sjellë kjo fryma e shoqërive të hapura tipi sorosian dhe po shkatronin botën. Presidenti Trump është një mesi i një bote normale, se cila është zhvilluar mbi ligjet e natyrës, mbi ligjet e Zotit, një kontratë të kohës së Jean-Jacques Rousseau me natyrën.